Mbeturinat dhe papastërtitë në Tiranë po kthehen gjithnjë e më shumë në një shqetësim për banorët e kryeqytetit. Qytetarët thonë se ky është një realitet që ata e hasin çdo ditë. Ndotja e madhe që krijohet nga automjetet është një tjetër shqetësim që për banorët e Tiranës nuk ka marrë asnjëherë zgjidhje. Jo. Nuk është i pastër? Për mua nuk është. Po shpresoj se Mbeturina është në gjithë kulturë. Dhe vështirë, ka gjithmonë. Pjesërisht, kazanët duhet të jetë i pastër edhe populli. Ka 200 metra rrugë, tërë faqe zezë, normalit të ashtë, po, shimë dhe apëti, që sa shqyqyë, se ne kalim për ditë. Unë vështirë, rrugë keqe shumë, baltë, pislik, shumë keqë. Po, si sa është shumë shqetësuese. Sipas aktivistes mjedisore Besiana Guri, një nga problemet kryesore mbetet mungesa e larjes së rrugëve me makineritë përkatëse, ku sipas saj, rrugët pastrohen vetëm kur ka rreshje shiu. Në rrugët e Tiranës, kur ne flasim që presupozohet që të paktën vizualisht është më e pastër, nuk mund të them që kemi rrugë shumë të pastra, sepse kemi një smog dhe pluhur të paparë që vjen nga ndërtimet, vjen nga makinat, pra nga smogu i makinave, nga moslarja e rrugëve. Ne nuk mbajmë mend herën e fundit që rrugët e Tiranës të jenë larë me makineri, përveç se kur lahen nga shiu. Duke qenë se Tirana është një kantier ndërtimi, unë mendoj që është shumë e domosdoshme që rrugët e Tiranës të lahen, kjo për të ulur pluhurin. Guri thekson gjithashtu se mbajtja e pastër e qytetit nuk është vetëm një detyrë institucionale, por edhe e qytetarëve. Sipas saj, bashkëpunimi mes të dyja palëve është thelbësor që mjedisi të mbahet i pastër. Mendoj që çështja e pastërtisë ose mirëmbajtja e zonave të përbashkëta ka mbetur pak në individualitet. Pra njerëzit shohin pak më shumë brenda shtëpisë, pragut të derës dhe për lagjen është duket sikur po humbet ajo ndjesia e komunitetit, edhe kemi shpesh raste të njerëzve që nuk janë përgjegjshëm edhe i hedhin mbetjet në rrugë, edhe pse mund ta kenë koshin shumë afër. Nga ana institucionale pastaj ka shumë për të bërë. Qoftë në ndarjen e mbetjeve në burim, qoftë në ofrimin e koshave, mund të them që ka rrugë edhe në Tiranë, rrugë kryesore që nuk gjen një kosh për kilometra të tëra, sepse ka të bëjë e gjitha mund ta shikojmë si një mozaik të plot. Pra nuk mund të themi që vetëm një palë mund ta ndryshojë situatën, është një mozaik i tërë ku gjithsecili duhet luajë rolin e tij. Situata më problematike sa i takon mbetjeve paraqitet në zonat periferike, ku koshat e mbeturinave janë të tejmbushur. Shpeshherë qytetarët detyrohen t'i hedhin mbeturinat në vend grumbullime të krijuara nga vetë ata.